Gjinia femërore dediku lirit e mëdhaja, domethënë të cilat i ka me një farë aspekte dhe pi abuzon, sepse sot për ta amortizuar për shembull burrin, pasurinë e burrit, sot mund të shkosh ta iskenoj sotën se ka një dhunë familje. Pra kodi penal dhunën familje disi e favorizon gjinin femëror sepse edhe një presion psikologjik ja lejon të mundshme që gruaja të nisë procedura dhe të aktivizohen mekanizmat. Pra, për të arritur qëllimin, gjinia femërore të largoj pasurinë nga burri apo të bëj kompromis, unë kam parë raste që burrat i çojnë në qendra të paraburgimit, i skenojnë vepra penale të dhunës familje dhe në atë aktivizohet agjencioni për mbrojtjen e viktimave dhe është mbrojtja e viktimave e cila i parajon gjinin femëror që burrat duhet t'i çonin në qendra të paraburgimit se janë dhunues. Dhe atë më e keqja është se ende pa u përcaktuar padia civile e fistimit të pasurisë, ne kemi çështjen civile urdhrin mbrojtës. Pra urdhri mbrojtës te ne kalon në një sfer tjetër. Pra unë e kuptoj urdhrin mbrojtës si karakter preventiv ku burri duhet të mbajë distancë që mos t'i afrohet perimetrit që ta rrezikojë jetën e gruas. Por nuk është e drejtë urdhri mbrojtës në procedurë civile me një seancë fare të shpejtë që gjyqtarët t'i ndan një të drejtë gruas që për një vjet përkohësisht burri ka të obligim që t'ia paguajë alimentacionin gruas. Pra paramendoni edhe ligji këtu ka mangësi sepse këto çështje duhet të kalojnë me paditë të rregullta, paditë të alimentacionit, paditë të pjesësimit pasurisë, e jo tek ka shtim burri në paraburgim, të del burri me pronda në procedurë të urdhrit mbrojtës të gjyqtarit civil dhe gjyqtari edhe po dënon përzyrtia, edhe po të parandalon në pika domun që mos të afrosh, po edhe po kalon një sfer të pasurisë pe predikon çështjen. Pra ligji si ligj ja hep të mundshme që të femrat deri në një aspekt, deri në një mas të abuzojnë me të drejtat e tyre dhe të marrin një pasuri të padrejtë sepse edhe burri ku po vjen në paraburgim po çon familje të rregullon punë dhe të largon nga pasuria dhe gruaja po është më komode dhe po veç ne ende zotri avokat, ne ende po luftojmë për drejtat barabarta ndërkaq ti po flet për lirinë e madhe. Sipas mendimit tim, liri tepërt asnjëherë nuk ka. Liria është veç liri, edhe nuk ka tjetër. Kështu që nëse Abuzim. Shumë rusk. Po nuk mundet të jetë abuzim